Serbia ka hyrë de facto në një periudhë parazgjedhore që nga fillimi i vitit 2026, edhe pse data e zgjedhjeve parlamentare ende nuk është shpallur zyrtarisht. Mbi një vit pas nisjes së protestave studentore dhe tensioneve politike, presidenti serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar zgjedhje të parakohshme, por pa dhënë një afat të saktë, duke i vendosur ato mes muajve tetor dhe dhjetor. Sipas analistëve politik, ekziston një dritare mundësie për ndryshim pushteti në Beograd. Politologu Dušan Spasojević vlerëson se për herë të parë qeveria dhe opozita rezultojnë me mbështetje të parafort në sondazhe, çka e bë reale mundësinë e humbjes së pushtetit nga qeveria aktuale. Megjithatë, Vučić paralajmëron se qeveria ende ka burime dhe përvojë për të përballuar krizat politike, që nga fundi i vitit 2025, lëvizja studentore ka ndryshuar strategji. Pas rënies së intensitetit të protestave, që zgjatën më shumë se një vit, studentët janë fokusuar në përgatitjet për zgjedhjet, kanë zgjedhur kandidat, kanë hapur zyra elektorale, po trajnojnë vëzhgues zgjedhor dhe po hartojnë program politik. Nisma si një student në çdo fshat synon të rrisë besimin e qytetarëve, të mobilizojë elektoratin dhe të sfidojë narrativën e mediave pranë qeverisë. Student aktivisti Danilo Erdelian dhe Sonja Haxhdjuković udhtojnë vazhdimisht në të gjithë vendin, duke besuar se sa më vonë të mbahen zgjedhjet gjatë vitit 2026, aq më shumë forcohet lëvizja e tyre. Mbështetja për lëvizjen studentore është në rritje. Më 28 dhjetor, studentët arritën të mbledhin rreth 400.000 firma në favor të zgjedhjeve të parakohshme në mbi 500 pika në më shumë se 100 qytete të Serbisë. Shumë qytetarë ofruan ndihmë shtesë, duke e parë lëvizjen si një alternativë politike afatgjatë. Ndërkohë, qeveria po shpreson qëndrimin mes presioneve ndërkombëtare dhe rrezikut të sanksioneve amerikane dhe kompanisë energjetike NIS, e kontrolluar nga Rusia. Vučić po vonon zgjedhjet edhe me koston e përkeqësimit të krizës. Raportohet se qindra punonjës të sektorit publik janë larguar nga puna, disa edhe për shkak të lidhjeve familjare me protestues. Dhjetra student janë në hetim për kërcënim të rendit kushtetues, ndërsa disa janë larguar jashtë vendit. Universitetet nga ana tjetër po vendosen nën kontroll më të rrept shtetëror, përfshirë financimin e centralizuar. Pavarësisht presioneve, studentët shprehen të vendosur. Ata e cilësojnë fushatën që vjen si një maraton dhe besojnë se do ta përballojnë rrugën e gjatë deri në zgjedhje, të cilat i shohin si një mundësi reale për ndryshim politik në Serbi.